Skandale. Përshëndetje dhe mirë se edhe dhe skandale! Sa kohë kishim pa e bërë prezantimin me vërtet. Na kishte marrë malli. Ju do pyesni veten tani pse u jam i fashuar në çdo anë timen. Ose ndoshta nuk e vu të re sepse jam unë këtu. Okej. Ne kishim menduar hyrje tjetër, po unë sot do përplasa me skuter si viktim. Dhe para universitetit tim që pret të çoj diplomën, e kupton, është një shenjë nga Zoti. Dhe në kohë që u përplasa kisha skuterin përplasëm, po kisha kufjet, apo ngjoja Leonora Jakupi, ky është fundi. Ndërkohë që më kisha shku kufjet saktë tani, alea, ne kishim qenë të dy, unë të dham shpirt, mbylla gohemi debile. Okej, ne skandali po na shkon një herë përplasëm me makinë, një herë ti me skuter. Jemi në rregull. Deri në fund inshallah mbetemi gjallë dhe kemi lajm shumë mirë për ju, ne do vazhdojmë që të verën. Ore vesh, po lajmi më i mirë që ju tashmë e dini, ka filluar La Villa Drama! Në fundit, deri pik fundit. Ka larguar 4 veta, guys. E ndoshta thoni, do ju t'jemi gënjeshtar, ju gënjeshtar, pse na tha do ikë vetëm një? E po, nuk i zbulojmë dot të gjitha. Parë të kalojmë te komentimi i La Villa Dramas që me zi po e prisin apo jo kolege? Absolutisht, dhe tallë deri pik fundit, çdo lloj robi këtu. Kemi sfida parë Juli? Aksidento dy. Jo, Juli, marrova punë, e bëra, iku një sfidë. Jam shumë kurioz të shoh filmimin, thënë drejtën. Nuk e dia ka kamera rreth rrotull aty tek Filosh Juli, po shpresoj të kemi që ti nxjerrim ju ta shihni si jam rrëzuar si viktim. Shpresoj që jo, okej, sfida parë ishte shaka me ujë. Po, shaka. Shaka nga ato të baballarëve, nga ato idiote. Dhe në këtë rubrikë ne kemi përgatitur disa dead jokes nga ato shakat shumë të baballarëve. Hajde shohim nëse dhe mund më falni së des. Çfarë bën një blet në palestër? Biceps. Pse ora nuk debaton? Sepse koha do të tregoj. Me që jemi te ora. Pse nuk ka ora? Se është ngopur me kohë. Pse kompjuteri kishte ftohtë? Sepse kishte lënë Windows hapur. Çfarë i tha 08-ës? Sa rrip të bukur paske. Po të zhjellosh rrip bëhet te. Si quhet një qen magjistar? Labrador katambra. Pse nuk bën palestër buka? S'ka aq brum. Si quhet një patate që këndon? Patatina. Pse nuk grindet kur kalendari? Sepse i ka ditët e numëruara. Çfarë i tha Rushi kur e shkelën? Asgjë, të nxori pak lënë. Dhe ju jeni bash me Rushin. Babi po më merret fryma. Mos e je. Kur do t'i ka shpik të shakat me këtë një bënë fej? Pse bletët kanë flokë në gjitës? Sepse përdoren dyll. Çfarë i tha një mor tjetrit? Takohemi të këndi. E ke plan të kënë gjuhë? Po që ka? Oke, kam dhe një të fundet. Sfida tjetër, merr tullumbace me ujë dhe vendosi si jokes. Pse them sikur e keni sugjeruar ju, e kupton? Duke sikur kam dash vetë ta bëj këtë gjë, si fatosi me kozë thon, "Zema do veshim fustame që bëna kërkojnë." Sfida tjetër, tullumbace me ujë si jokes. Si jeni, shihni në gjë ndryshe tek unë sot? E kam prej flokët. Sot u kam vendosur tullumbaca ujë si jokes dhe do shohim reagimet e starsave se si ju duken. Hajde. Tiziana! E ke parë Gjaldin? Dua! Vukra! O, ti e mos mi plase!
Ua mi plasit e vile. Ikonët zemra, mos ja plas ikonët. Si gjera si teto. Hidu pari. Hidu pari. Misi, a ke ngrënë bukë zemra, do përësisim që? Ja, unë kam zhë si bashkë. Do të Sot ditë vjen nga I qëtë re. do të mi prekësh? Pa prek. Pse moj? Ua që gjelozje. Ti pun... Valla gjelofi. E ke më të malë. E vërtet. Liqja po, liqja po. A jeta ke ngrënë bukë ti? Pa që masi ke shpi. Përqenë zemra? Njëri gjokës është më I madhë se tjerë. Në vërtet? Po, për herë. Qërëzisht? Ku I gjeti? Unë kam të më të madhe. Okej, nëse me nëna ashtu? Hajde kërcim pak bashkë. Hadi, vëmë beta. Papa. Dhe se ke ngrënë bukë zemra? Që të përësisim në I që? Gjallë. Sa kje mëj? Preki, kapi kështu ta man. A keni ngrënë bukë zemra? Jeta pëse po më konkuro. Jënë të Zemra, zemra qetëso! Zemra qetëso! E di që se mësu me gocat e vines që s'kam, po qetëso! O zemra, të përësisim gjë shpirt? Vëlga pak. Ti pas ke ngrënë më shumë. Si duke zemra? O zemra meci. Qa meci? Qa meci është? Meci me kohë. Meci ja keni bërë gjitha ju, po... Si duke në zemra I bërë atje? I pas I zemra dhe. Që si më vajnë, pa përke? Ua. Në të edhe ti kështu. Ha? Qa ka? Po ti... Oh, qenë kanë gjitë se vero shije! Rri! Jo, Aldi, jo, ama të staj kam barë, rri. Pes pak gra, pes palesë, një, dy, moza, jep ti që. Edhe normalisht nuk ishte si mungon të traumatizimi I starsave se kemi filluar jemi bërë maks, normalisht. Juli, gjithmonë largimi është I dhimbshëm, sidomos ku ke kaluar shumë kohë me njerëzit e zemrës. Kështu që mendoj se në një farë mënyrë ka pasur të drejtë, edhe Klea, edhe gjithë starsat e tjerë që... Kam pas shumë... O Juli! O Juli, ata të regisht! Po gjithmonë këtë ti të regisht pëshin, ti më hedhë kështu! Po ti më është bashkëpunon me këta, atje, më nuk keme! Juli, ma breaking skandal e kollab! Cili nga katër që ja larguar do të prek më shumë gjatë kohës tjetër? Gjithë nga pak, dhe gjithë kanë pas kështu etapa të ndryshme që kanë punu. Që ke Kanë pas? pas etapa të ndryshme që Në kanë pak punu. mikrofonin. Po, është ndesha dërmuta. Po, më kapi koka. E vera me efekt që më kapi koka, kështu prita bëj. Për kë për Meglin edhe për Klean. Gjithë janë bërë më dramatike me ndirë, që ke bërë kështë palidhje ti? Po qa të bëjë unë? Oh, jo! Nina. Se su apo pse u? Ups, pse u? Se su do the... Ore gjo. Me Se aty të gjithë... kamera, ha? Te kamera. Me gjithë që kanë ikur, kanë pas marrëdhënie shumë të mira, po... Tani, specifikisht normal që do mërzit vetëm për një. Mos rrej kaq politikisht korrekte, se do të shtë... Sa idiot që... që të tu e kam plas... Mund të shpatulla kocke Aldit! O, më ke shkel gishi, që si më ka ngel gishti. Ju rej! Ase ishe but tjerë t'i futëm në ujë. Si që e pat, te La Villa Drama u larguan 4 persona. 4 starsa. Klea, Megli, Benardi, Blerta.
Çfarë mendon ti për këtë gjë? Nuk e di, unë jam mërzitur, por nga ana tjetër jeta vazhdon dhe ato deri në jashtë. Exactly, kështu që hajde i shajm. Bën filmove! Pse përgjon fatosit të dhoma e ndrimit bebeve? Më përgjeo mënyra si janë kap duke ecë, kupto? Ai me catwalk-un. Do shkoj me deri krijoj këtë. Sa, kur ti është të folë me vete të kapi kamera. No. Ja. Rev, tek ma du s'kisha asnjë gjë. Ke laptopi, absolutisht asnjë gjë. Jo, Kostian bëj sigur, po thua këti. Jo. Po në nënshkruan traktatin e tërheqjes nga Irani. Po bën fjalimin e fundit të gotë që po bën. Ama fix fjalisht e thotë fatose. Po përshkruan traktatin... As pak ChatGPT. Është duke marrë pjesë te kongresi... I manastirit të ndërheqjes nga puna. Qa ke mërë? Se po vrapon? Qa është kjo? Ah, po, posteri unë Kostian. Si vjen kështu. Si ato kohë përpara, është i mej me zemra që është njërim kaldi, i sill kështu, i sill njerëzve gazetë. Kështu ka edhe ky letrët. 4! Si ku janë provim o zemra, ai Zysha Kostiani. 4 ka marrë Zysha? Masi ka kopju. Sepse mendoj që mbarova ciklin tim në Andale. Absolutisht, unë kur jam me ato dhe marrojnë edhe jap dorëheqje nga puna. Zemra unë. Ai sa më vin Një herë në muaj e kam, kështu që jap dorëheqjen time. Me thënë drejtën kjo gjë, Klas, nuk është se më duket aq e vogël për të bërë sikur se vëre. Kam falur për pjesën që s'na thash ne, se pjesën dorëheqjes. Vara dorëheqjes. E ka vetë s'ma tha mu, po plasi fort se ta dorëheqjen ajo, po le të ikim plasi fort e zot. Kristiane, morë vesh, do iki Klea, ka dhënë dorëheqjen. Ka dhënë dorëheqjen. Ai thonë, ti ta thon plasi fort si iku Klea ti ta. Okej, plasi fort, dhe kjo. As kujt nuk i plasi me sa duket nga kolegët e saj. Po që e dija? Po e dija se ma tha Kristiana, po nuk doja ta nxirja Kristianën. Po e dija, ti e dija. Ti nuk e dije. Vetëm ti nuk e dije. Ma tha Kristiana. Sa out je. Të që do shkojnë ta përhapin gjithë vilën, no, do iki Klea. Morali kësaj gjës është që gjithë goci e di, unë vetëm unë nuk e di. Morale, sigur detyron Zysha nxjerrësh atë moralin në fund. Gauci e dinte, tjerë nuk e di. Qa ka dash me thënë autori? Po më shkatron se kjo thot, kjo ka thënë veç s'ka si shoqë, kupton, nuk dua si shoqë, unë jam vetëm për punë këtu. Të gjithë e dini përveç meje. Okej? Pikërisht, qa kërkove? Pse po habitesh? Ti di sa duam pa manualin kështu si program, tani nuk është as Megli as Blerta. Ash jam stresuar, nuk e di as do bëhet, as do bëhet, a do bëhet më, as do bëhet më. Ose më kisha ikë me porosin e pilaf në juv, kjo më lejtëm të dramat e jetës. Nuk e di, nuk doja dal kur pa manualin, nuk dojet me njësoj. Okej, juv kat me çajtë. Okej, pilaf me kos, desha apo jo se po porosis. Po më shkatron Gjesi, nuk e di do bëhet më. Inshallah jo. Le të shpëtojmë nga ky maxi pa manual. Shumë çoj drejtën. Për komunitet më shumë. Lejtani këtë pras një anë. Lejta, unë e hoqa. O jo, Lorita që plas këtë pras një anë. Po okej, tani, Blerta Benardi kuptoi shkoi mosha, do bën influencer, duan një fëmijë, po Megli çfarë fate? Megli është literalisht një vit më vogël se Blerta, kupton ti? Okej, Blerta u bë 50 vjeçë, shkoi mosha, u bë plakaruqe, doli në pension. Po Megli çka kishte? Mos më dall mo. E kisha në s'ka dashur. Nga s'ka dashur. S'ka dashur. O Dios. Miss Meglin. Unë thashë ti superstari Andale. Oh. It's okay. Fuck this dude. Fuck you, Megli. Fuck you. Ikë me superstarin tënd që e doj Kota shumë. shi, po. Merë më atë, mas na folë më kur neve. Po me gocin, që do bëhet tani? Po ku dion që do bëhet, ç'a bëhet? Shkon pyeti vërdalli kjo në përvil.
Më fal, a ishe ti që... Me kemi që Kostiani nuk e pyti farë, thoi të josun. Edhe dy këta e nisën. Pa, e forta, për ai erdhi me letrën kështu si ato pëllumbat. Si ato pëllumbat që sillin mesazhin, kupta? Fatosi, 4 veta. Misi, po çfarë do bëhet me gocën? O Misi, sa me llafe merresh o burr. Po pse merresh me llafe kur bën ai punë, kupton? E shketa ha got. Kemi skandalen, gjithashtu, Fatosik që rikthehet. Eca ty. Eca ty. Se ajo skina të Gjinjen Gjorgja. Eca ty Gjinkalla. Did anyone give a fuck? Çuk Fatos. A eci njeri aty? Ti Gjesi, e që je, hajde nga gocë. Kena ngejt për një person. Qyqa. Qysha Gjesi të gocë, të i hatet e 3 gjalla. Ata ti shkojnë të... Më përqenë quna që ti ishte jep timone. Gjesi, më përqenë quna që... Quna që e kanë. Inxhinier me traktor. A kur kthejnë timanin, në shjepa. Kur ai për shembull blej lodë, Gjesi... I kam tash me 0 lek. I kam tash me 3 milion. Nga misteri. Shoqej me 4 kopila. A do bëjmë shoqërinë Zeraj me Ajo së ftoj në ditëlindje. Ti mendon për programin. Kota as nuk i foj njëri fare, hajde kot. Çaj niu, edhe i drejtoj ta. Se merrni me ne, pse askush po lidhërisht gjithë shikimet janë te Kristalli, po merrem me Kristallin. Aldi, ç'a keni ju? Ç'a keni kamera po e kap? Ç'a keni ju? Ç'a keni? Hajde kurse kamera tu çu. Po me Meglin kam qenë ai personi që e kuptoshin në një tjetrin dhe unë kam thënë gjithmonë që ai ka qenë versioni im vajzë dhe e kena kuptuar shumë mirë. Mos e shaj Meglin fundrin. Sa ikën e shan direkt. Ti shon si Megli kisha marrë si ofendim më të madh të. Është versioni im vajzë? Sure. Okej. Trenosh edhe pse s'kena nejt shumë gjatë këtyre 2 viteve. Viteve? E no beta. Por ju nuk do i merrni vesh kurrë nëse nuk do ja thonim ne. Për shembull, a do e dallonit ju që Fatosi, Artemisa dhe Kostiani janë ftohur? Si më të mirët. Që episodi u të fës misin i cep sa fleti pritet. Kosti s'del mas si teaser, zhuke. Po le që thon bashkë Kosti me Fatosin. Ta heqim të misin do e heqim. Jo, nuk vjet re fare, narratore. Nuk vjet re fare që këta janë për çare, kupton? Edhe e kishit kuptuar, ju. Zonja Bil poshtë. Normal, sepse merr përqindje dhe kush e di, një ditë do të na vi me Lamborghini në vil, edhe pse për momentin pasuria e vetme që ka janë paruket. Okej, zonja Bil poshtë, që ke dis. Qa divi, edhe se pasuria e vetme është që ai është pa buks, është pa brek në byth. E ka veç paruke. Ai mund të sjell sponsora, e vetëm që ka janë vetëm paruket. Krisiana nga ana tjetër i ka hapur vetes gropën me vibing. Pjesën më të madhe të kohës e kalon në këtë birucin këtu, bashkë me Laertin, autorin. Thash ku ishte Krisiana, po thashë të hap emision të ri? Po ka emision të ri, se ke pa? Jo, kur del. Del çdo sezon të ri. Fillon sezoni shtator, atëherë del një episod. Vitin tjetër pastaj ke dytin. Ah, super. Më shka ata që shef nga laptop. Si Kostiani. Krisiana shiftu, Krisiana shiftu. Flori është kudo dhe kurdo i gjindshëm. Madje, aq i gjindshëm sa pyes veten, nëse ai njeri ka ndonjë dëshirë tjetër përveç punës? Zoja Bil poshtë, që ke shumë e drejtë. Flori, njeriu më punëtor që ekziston në univers. A pyes veten, a ka njeriu më punëtor në univers se Flori? Kostiani, pa breg, ka veç paruke. Nuk ka si lek në xhep. Nuk gjë përqindje, është i pa aftë. Deklarata e saj e vazhdueshme se nuk dua asnjë shoqe në vil, me sa duket po i kthehet mbrapsht. Edhe Aldi. Se ti për çfarë deklarate po flisni? Çan gjuhë ishte deklarata Juli? Roz. Nuk e di çfarë deklarate po flisni, ne i deklarat po shohim. Dhe e marrim çike, marrim si pamje. Çika do të deklaratë. Do të deklarat pas ka bë. Le ta lëm Aldin në meditimin e tij. Aldi aty mrena porno me gratë trash. Ja lëm Aldin vetëm. Pyesja vetëm çfarë bën Aldi? Si për një dhomë kaq të vogël larg të tjerëve. Sepse aq roasting u bëjnë kolegëve tek skandale, sa të gjitha kanë pranuar se ata s'do të pëlqejnë asnjëherë kurrë. Ndoshta as zërin tim, kështu që me forta, ne duhet për qefin ton, këta dy nuk jo hapër asnjëri. Urrejnë gjithë vilën. Shikoni si qeshin sepse urrejnë kolegët e tyre. Po mirë që e di zonja Bil poshtë, don't fucking mess with us. More vesh. Se kemi fokusin 100% e goci. Po pra s'ka qenë fokusi Kisena se kanë qenë zënka idiote që kemi pas. Po ka pas dhe emisione të tjera shpirtu me vibe-in ti me klubin.
Aman, se kam fokusin të gocit, thot se pse jam marrë me vibe-in. Një herë 5 muaj? Qa është vibe-in? Shë misionerizëm, se ke pa që ka hap? Të thash dhe gjdo shtator gjdo vit. Gjdo shtator gjdo vit del. Një episod i ri, një episod i ri. E kupton, po zema është fokusuaj shumë aty, zema se që i duhem 8 muaj ta bëj një. Love you, Kristiana. Hi. Unë nuk e kisha të letë. Notat e mi, bug, djath, e urej kur nuk e aty. Dhe kur s'më merë në telefon. Kleja që si plas fare. Hi, Ika. Blerta. Zyrë nga kjo mizëri. Pra të mos mbahesh mend si dikush që thjesht u bë rrugës një nga të tjerët, po të mbahesh mend si më e mira. Dhe unë mendoj që kam qenë një nga më të mirat. Cilin ban mend? Të cilin ban mend diçka. O zuma, disa njerëz kanë halucinacione. Disa e keqe është e pashëm kohët e fundi. Zuma, unë kam pas vegime për shumë, po edhe Blerta pas ka përjetuar. Jo, po vitamina, jo, po kështu pas kanë qenë që tjetër. Sufle proteini. Proteina pas ka qenë plur. Po mirë, po pse na shoh neve para punës? Mos t'jem si këta tjerët, po të mbahem si më e mira. What the fuck? Desha dhe me përcjell mirë, po me që dashkë kështu Blerta çela kështu po ta kthejmë restat. Të më mungoj të lexoj histori të rastije me gocat edhe të shaj meshkujt që ta bëj edhe post Andales. Do më mungojnë ata çunat gej që kishin gra dhe rrefeshin te ne, ato gocat me 3 kalamaj që i vinin emrat e dashnorëve. Do më mungojnë ata e mundi që na sillnin histori çdo episod dhe të vazhdoj të suportoj edhe jashtë Andales. Mos, lutem, prite pak kamerën. Më duhet pak kohë me veten time, më duhet pak kohë të merrem me disa gjëra të mijat. Këta si kur hynë përputhën këta, kupta? Kam një biznes timin familjar, dyqan minimarket. Jap një shtëpi si Airbnb. Do të me ly shpinë këto kohë, që kam vendosur të largohem pak nga Andale, të fokusohem pak më shumë tek. S'pe i punon të më putit e zero dhe më desponsoroj, sa një balat më thuti. Po ja merrnim ne për të bërë këtë roasting, kështu që s'kishte qa filmash me pa ma. Ose po 2 vite zemra shifën këtë filmat unë bëhet o shpirt, nuk të ngel më që pa. Goci për mua është starti, është ajo pika jeshile, ai butoni është ajo pika jeshile. Goci për mua është starti. Starti gjithë në ky është shpirt. Ja tu nisim o shpirtën e gjithë. Pra të këna dalë. Bete nuk është pikë jeshile me sa di. Kristulli nuk ka shoqe këtu dhe unë nuk e kam pas në herë shoqe Kristulli dhe kam pas kolege. The shade. Ju thash që she doesn't give a fuck. A kupton, qesh, thot, jam shumë okej, unë do iki. Crystal, fuck you, thot. This is so keeping up with the Kardashians, thot. I'm loving la drama so far. I'm gonna miss you guys. We're gonna miss Clea too. We're gonna miss everyone me të drejtën. Edhe Blertën. Po nejse. Okej, o gjithë. Le qëtoj. Wow. E po si ikën. Kalëm të rubrika tjetër. Me që starsa do largohen, në top 5 kësa rade kemi kush do na mungojnë më shumë nga të 5. Edhe pse të gjithë do na mungojnë me të drejtën. Apo ja. Në të jetë një histori. E keni vërë që kjo nisi me energji sot e sa vjen dhe po përlotim më shumë. Nise ti? Në vend të 5 kemi Gjesi. Ojoj. Gjesi nuk ka ikë, po ja ndjellim. Kod me qëngeli. Me qëngeli vetëm program, hik dhe ti. Bëni pak me qenë ishtë humor. Ishte. Në më të 4 është Blerta. Blerta është njëri shumë luftarak. është shumë e zonja, shumë artikuluar, shumë gocë zgjuar. Shumë e zonja për veten e vet, ka shumë argumente, shumë artikuluar. Dhe ndoshta, më thënë, është në vend të 4, jo për nga rëndësia, thjesht në sensin që me 3 të tjerët kemi qenë më afër. Jo më afër, po edhe si natyra më shumë, kuptoj, natyra më të buta, natyra më më thënë të vjen pak më keq, e kupton se mendon që Blerta she will be okay, e kupton? Kini do vazhdoj. Do bëhet influencer, do bëj fëmijë. Everyone will be okay, a kupton, po tani. Naftojnë dasëm. Inshallah, zot mas kësaj isha nafton dasëm. Beni 3 Juli? Dhe në vend të 3 kemi Benardin. Beni, Belushi. Me video e sufles, me atë për herë, kur jem me Benardin, të thoshta, e di që në Antarktikë? Tip të faktin më pa lidhje. E di si u bën patetina? Se lezej që me që po. A që shumë film. Po bëj si ku kam dek.
Ose tregoni një serial, ose zemra në ky super seriali, kështu për herë tregoni diçka e për herë tipte mua vet, kur çipte vet. Plus që ai që thonte Blertën kur bënte si kafsh Blerta me ne edhe unë me atë, kupta? Beni was the balance. Në vend të dytë është Klea. Klea sepse Megli është në vend të parë sepse Megli ka qenë the sweetest nga gjithë, domethënë nobody hated Megli, gjithë loved Megli, Megli na bënte për qesh, domethënë ishte Solaria. Po, vendi dytë is about Klea. Po, vendi dytë, po do shpjegoja sepse vendosa njërin në vend parë, tjetrin në vend dytë. Klea ka këtë moskoçarin, e ka të lezetshme si shkon karakterit të saj. Oj, Klea kur vinte duket si e ka çështën foto kështu me një person që ndriçon. Ashtu ishte të drejt kudo të vinte me qesh, o plagun të shumë rëzitur, kalonte Klea. Po me që ishte pak më pasive se Megli, ose nga njerë e kishim këtu, po edhe nuk ishte këtu, harroj Queen, nise. We're gonna love them and miss them so much, më të drejtën, every single one of them. Shpesoj mos kemi largime tjera. Luta, unë nuk përballoj dot. Ju duam shumë guys, ju uroj më të mirat, suksese kudo, ju pafshim sa më lart, edhe we will miss you so much. Po përqaj... E të mbi... Puci. Andale!